Për një natë u ba, dhandere ushtar, e thriste Kosova, në dasmën e saj, dy dasma I bani, atë natë kulla e ti, njënën për dy zemra, e tjetrën për liri. Faleminderit shumë Gjoni. Kështu që miq të dashur të gazetës Demos e të podcastit këtu po të bëhem mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Me qëllim e bënëm që të hyrje, të pas parasysh që e di që nëse e këna loni kongën purë, që ashtu që shkrejt kina qef me dëgju ka shpia, keni me ditë se kush është edhe prej nga vjem. Kështu që sot me mua bashkë në studion e tu pa të bë është Loni Haklaj. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë të thash me knu një herë vetë, të pas parasysh që ma vonë e kena dhe gitaristin, e kena gitën këtë që ka me të bashkan gjatë kohës, po si fillojmë që të kongë të ishta me ngu veç me zotonin. Të pas parasysh që po mdo këtë që shumica, po që është më pëlqej. Se po muzikë është pak ma thot, po besoj se u dalë mirë. Jo, ku ta kish zonin e mirë, si me gitarë, si pasen, si me sin, delë super. Kështu që ke super. Si fillojmë po të pyti qëshje. Mirë, të mirë. Mirë, që në komplimente shumë mirë përdokësh. Faleminderit shumë edhe ti përdokësh shumë mirë. Faleminderit për teje. Te I Deçanit? Po, jam sakti I snisit Deçanit, po banaj në pej në Prishtinë shto. Një farë mikse? Një farë mikse. Të më thonë nuk e tigër? Jo, jam pak ma I butë. Sigurt? Shka ju met juve tigrave burë? Po zdi ju kam betë ashtu se turt jam. Janë I turt? Të mirë jam. A kishe pas qef ma shumë ko një peja sa I Deçanit a I Prishtinës? I snisit vëlla. Puro, s'po do me ndru? Pa, ja se ndraj. Okej. Pse tash profesioni e kështu të bjen në Prishtinë, kështu, po apet s'duhet me arru që të ku je. Te as nuk pe harrajsh, po vrejet që veç nuk e harraj. Edhe në theks, po. Se kom ndru fort. Edhe në intervista se ndraj shumë. Pa. Se kom, jo shumë po hec, se ndraj se kom qef me kun vetë edhe që ashtu është ma mirë besoj. A ndodh kështu në herë kur takohesh me njerëz të thonë ku je tigër? A të thot najkosh? Po, kur të dinë që jem ka qeja pjesë ka Deçani, e kanë qëta. Këta Deçanit thonë që janë pak të vështirë, djemët janë pak, tamam kështu burra, janë ma të vështire, ma të shtire, a është e vërtet që janë janë pak ma të vështire. Po, pjesa Dugazinit me nëj krejtjeve në Deçan, po janë pak ma të vështire. Pse? Pse jeni ushtë? Se di hec. Më duket dyqysh edhe gratë e kanë pak në tuta ashtë të marë më martu në Deçan, qikat. Po mendojnë se janë shumë zeloza, po tash kanë ndru koha. Nuk jeni mu? Ja, stabil janë. Për momentin është mirë, a? Ja, mirë është. Super, mirë pra. Janë për të me të pyqë sa kohë bu që po merresh me muzikë. Po në kështu profesionalisht që një 5 vjet. 5 vjet? Po. Qësh janë kohën qëto 5 vjet për ty? Po di tash është ma letë, po që ato bile 2-3 vjet e parë, në kohë pak ma vështirë, po kalojnë. E përmend edhe vetë që në fillim u konë pak e vështirë. Kusht ka përkra në fillimet e tua? Më ka përkra familje mas pari, shoqënia edhe kreshni kuka. Dhe më thonë e kam shak edhe muzikant që boj muzik bashk edhe mu I me thonë që mas shumë të më ka përkraj. A kina I artist kështu që ki pas qef me të përkra, po që s'ka përkra, edhe nashta që nuk sebrës të përkraj? Po qef ki krejt me të përkra, po tash do të përkrajnë ma shumë, do ma pak, do hec, po me mundësi. Kush janë ata që të kanë përkra? Përveç kreshnikut? S'po di në I përkrahje kështu diska shumë, s'po di s'ka me cek, po një koment I mirë në diska është t'jep vullnet. Ti kena edhe në përdarsma, që shkan kje puna në përdarsma? Mu I me thonë mas shumë ti. Po është përgjësi, po e bëj me vullnet edhe më do këtë 5 minuta dasma. 5 minuta darsëm? Qysh be po t'i këna 2 orë? Shpesh masi të 2 orë, jo, një 5 orë. 5 orë po për në normal je prej 7-ve deri në 8 është prej të musafirve zakonisht. Ta një sa gjatë, po shumisa deri 1 orë. E është pak gjatë të bjenë, po kom vullnet edhe shpesh vjen I zotit dasmës masi të kryhet,
Thot aje lodha den që shkoj, i thom sa për mu janë nisim edhe një prej stashit, prej fillimit. Wow. Nashtë që mosha jo ma lojri, po kom shumë vullnet. Mos kallëzo për vjet. Për vjet. Më mgu mos kallëzo për vjet, hesh mos ju kallëzo. Ma mirë ju. Ma mirë moj vjet për vete, se mirë është. 25. Marrë djalë. Se kom problem. Po, vish pse i ri, nashta se ki problem. Po. Kishe pas 10 vjet ma shumë, nashta s'kishe të rëgjë. Po, valla, ja tani të vjen pak i nati, po. Stash dhe i ka 30 që i kallëzaj. Masa na ju. Tash e llogaritë njerëz, do thonë ai se gati është mi votë. E kthyer në intervistën tani. Jan, ti këna në përdarsma po vesh na tregove se që shkojnë, po a ka një rast interesant që të ndodh ndarsma, dyshim gjithë secili artist e ka një ndodhi që i ka ndodhur, qoftë në fillime, qoftë verës. Po çat shumë ka, s'po di cilën me kallëzu, se ka raste ka plot. Për shembull, çka ju ndodh zakonisht ose na diçka që je çuditë edhe vetë që të ka ndodhur? S'po di çka me cek. Na i kërkesë çuditshme, se për një me kanë kërkesa çuditshme në përdarsma. Lypin kongë çështo, po zakonisht i dim, po ka një kongë që nuk e di, po më pauz më i mengu, edhe kur çona mja bo çefin. Kështu që mundohuna krejtve mja bo çefin. Po normal mas shumë të çiftit që jam për të aty edhe familjarëve. Do me thonë nuk pas ka nëjë sen që po të bjenë në men kështu për momentin? Për momentin jo, po ka që ka ndodhë. Po normal, 5 vjetë më konë me në qitë biznes, dhe mësë me të ndodhë qka është e pa normal, mundër. Normal, s'da dasëm ka diska, po jo nëjë skandal, nëjë që jo. Jo, për skandalin asë mësë në kalzoj, nuk po duas me dit ato sene. Për momentin jo, po ka me ndodhë garant. Normal, gjësysh. Te pjesa e darsmave na e dina që është edhe bakshishi, nuk mund ka nkor, nuk ka shanca me mungu. Apo është më i madh bakshishi, a çmimi që merr një vesh? Varet tash prej ku të set puna apo dhe. Po ja çmimi që ndron tani bakshish, ajo është dhurat. Po. Ki dikush apo dhe kur të bën plan me të cit bakshish, ai ka marrë edhe që të bina me cit, nëse si shkon hiç. A mos është e preferoj shumë mjë shku, apo dhe. Kush dënë me citë, normal që të ndëran edhe është knatësi. Cila zonë në Kosovë vrenë që kanë qesin ma shumë bakshish? Po, varet po ka Dugazini ma shumë. Ka Dugazini? Pej Desan, Gjakov, po edhe Gjilani. Dasma të mire në gjithë ka, po ta shte bakshish që varet në çfarë familje qëllën. Unë e kom një që të pjesa e sofrës edhe është bakshishi ma i madhë dhe atmosfera dhezës që aty mas shumëti. Po, në sofrë normal është bakshishi ma i madhë, po s'është që pe bojnë edhe gjithë ka, po din. Po, ka që bojnë sofrë halo, na e kem obligim mi pyta dënë me bua ju. Po. Se nësa i zdanë pëse me bo. Kështu që nëse dënë dasmore, boj me knatësi. Gjana e ke njësë shumë i ri me knua, veç në qëto 5 vjetë, do me thonë? Ja kom njësë ku i kom pas 5-6 vjetë, është. Po, a? Po, kush më njetë se jam kone edhe në shkolle, kështu më njetë prej klasë parë, më i me thonë që kom knua dhe atër. Ki knua dhe në shkollë? Po, jam kone shumë marak. A ki pas në dëshirë tjetër, më bu diçka tjetër, a veç këngëtar gjatë? Valla, jo, se kom menu vetë se nëse se shë bo këngëtar, bëse kisha kry në i shkollë, diska. Shka kisha kry? Po që dentista, diska, kisha po safe. Dentist, me mjekësi? Edhe jo punë zëtni, është edhe ka pare. Aha, okej, ti për njekëshe këto punë të ka pare. Po duhet me kësirë, pa. Okej. A mu këngëtar jam i knasën. A kishe mujtë me i po të dy, atë edhe dentist, edhe këngëtar? Ja. Pse? Po është problem se muzika dënë shumë për kushtim, edhe kështu se isha tut me më marrë dhe me diska tjetër, mund është më marrë me diska që së të pengon ka muzika, po dënë, që nuk duhet të nkohen me kone aty. Për shambull, më falë që të ndërpreva, Loki të nëtoj me hi politikës, që shte e kështë pa vetën edhe këngëtar edhe më mirë me politikë. Unë se kisha pa, ta është gjithë kush e ka të mendimin e vetë, po, ja, se kisha pas një. Po rrinë muzikë, shto... Ma rahat muzikë. Perfekt është. Mas jena të darsma, dyqysh edhe është gati sezona, është në afru, apo në kënë një këngë darsma pak? Me knatësi. Okej, falemderit. Falemderit o ty. Tu po, tu po. E kujna lule, kujna,
Kujna ja fal buzën sonte, e flok të bardha zeza, cilës ja parsherin sonte. E kujna lule kujna ja fal buzën sonte, e flok të bardha zeza, cilës ja parsherin sonte. Kur dola të dera hënan, i pash nja dy lule. E njo e maj për veti nane, njane nja u dha juve. E kur dola të dera nan, i pash nja dy lule. E njo e maj për veti nane, njane nja u dha juve. Tu po. Faleminderit bre djall. Je kam shtirë me dash mu martu qëtash. Ka shpenzime, s'kisha thënë. Ani pse kom hek dorë pak për kësaj pjese. Jashtë sezone. Jashtë sezone. Buhet ma lirë. A di qysh unë e kom bo shok shumë këngëtare dhe këngëtare. Di qysh ketë një kong, dy kong. S'pas ka kriz, vese dhe nej sal das më thërën e misian edhe. Kështu veç do të me ditë cilin vend kom u martu. A dhe me analizu pak situatën që me gjitë, po. Pa i valla. Skënderaj se sha martu valla. Ja s'kisha thonë asë. Ja zve. Vse s'kisha. Inshallah, ka du kasini. Ka du kasini. A i kini salat e das më të mira. Të mire janë. Okay. Për në me shumë të mire, po edhe njerës janë të mire. Aha. Po edhe dërë një cak janë të mire. Po dhe po Po adin zvidi po bujnë pak e garë. Në Skënderaj, dyshur se ka menu vetër mu martu në herë. Nuk e di pse. Tja e ke menu vetër me gjitha e nusën duka gjenë? Po, pse jo në duka gjenë. Tja e kishe marrë nusën e duka gjinit? Po. Sigur? Po. A janë qëtira ashtu heqë edhe qikat shëne o dja? Po janë. Janë, a? Po, nuk asis janë. Okej, që ta shone hina kësajde dhe nuk muna pat vetë. Kur do mja bo vetit një darsëm? Bele dhe një 3-4 vjetë jo. E pse ka shumë 3-4 vjetë? Nuk ka shumë. 28 vjetë. Perfekt është. Të më do t'je dhe një 3 vjetë e pas ke menu vetën me najtë single, po kolegët i kite i për të mira. Të shpetimi kom thonë 5 vjetë. Shushe. Ja kom njës pak me rao. Je ka vjenë, a? Po, i shala nuk martonë asë vjetë. Do më thonë pas ka qishka. Se që ja kom njës të rao. Po më do këtë pas ka qishka, pro. Ja, jam. E pse ja ke njës me zbrit vjetë? Po se di për 30 shumë. Tani, kur mu bo familjar. Kështu që për që të punë duhet pak ma herët. Okej, unë kesh të vishtu të abur një pytje, kështu që më nalë, po më do këtë e pata sa më mi ik, po nuk po të leo mi ik, kolegët i ki baja gjithë mira. Të më thonë, krejtë strada, qikat janë ylla, cilën të kështu është ma mirë se titra, dhe janë të hinë kështë do të reja, këse 20 vjetë, 21 vjetë, 22, apo të ngucën a një? Po jo se kolege. Po qka ko gajli më në kolege? Po ja, dhe kom raportën, mes ato që kom raport, dhe kom kolegë thjeshtë. A e kishe menu vetën më martu me një këngëtare? Këngëtare jo. Pse këngëtare jo? Po i desanit. Qysh? I desanit, gjelaz. Okej. Se di, jo më isha martu në është, apo sështë se kisha pasi, masi edhe njësit profesion që shështë, sështë këllaj. Qysh do të më kohë një femën për me pëlqy ty pra? E mirë. E mirë gjithë qysh, nuk ka shanca, po kënë e mirë. S'po di, që me thonë, normal tash, po mja sështë dhe s'ka, po të pëlqyti, si janë njësës me folë me dikone. Po të rejkë po mja, tani këto tjerat, të e njëftu e dinë qëfar është. Qëre, tash është pak e fështirë për ftyrat publike, me njëftu dikantë, e pas për asyshë të shohin vesh në internet të nkohen, edhe tani kur të takojnë live, nashta nuk e dena a jetu i pëlqy, a është të dosht. Kur dalë me dikon, qysh të shkon këtë takimi? Këtë dejti që përdojnë të atëritit ashtë? Varet, po kur dënë dikon për seriosisht, së është mirë me të aksyur profesionin, po me të njofty si person, profesionin duhet me lana anash. Okej. A kështë pa vetën me hinë Big Brother? Se di nashta një jave kisha shtyt dëqesh, ma gatë se besaj. Pse, qka të do këtë diçka e pazakonshme, ose qka nuk të pëlqen? Ose s'kishe mbujt për nejtë nashta pa telefon? Edhe kjo, që është. Po hajtë për telefon ja kisha bo dëqesh, po kamera të në kohën e kisha pas pak kompleks. Po thanë që dikur po mësësh edhe me kamera aty më Po mësohesh, po edhe janë, se di më doken shumë falsë. Ta është adë një orë dëqesh, më në është rënë falsë, po 3 muja të e sa rrinë është pak
Pak problem. Pak problem. Ti Gjestin besoj veç edhe një, të pas parasysh ti po jeton Pejë dhe ajo është i Pejës. Ç'është duket loja e Gjestit? Po më pëlqen valla. S'është si kom përcjell shumë Big Brother, as tash si ksyri shumë, po do vetë jo kështu si po m'del ka rrit mirë. A e din ai këngë Gjestit? Po i kom ngu, po mi knu s'kom provu shumë. Okej. Për shembull, një ka 2 beba diçka. Po çato një ignorante ka me këtë Albosin, me shokin e vet. E kështu që po i kom ngu. A kishe provu me kënu një këngë Gjestit? Po e kisha provu, po s'di se s'del. Po del që s'del, të provojnë atë që del keshe prejna. Po në dhe ashtu, po s'po di cëllën. Okej, na jo që ti menon që e din, që bilet pak të refrenin. Nashta ka fundi, misionit pak më kujtohet. Të kujtohet në këngët tina. Veç do më thonë Big Brother nuk ishe hi. S'po di, nashta isha hi shkurt pak. Sa shkurt? Se po më do këtë edhe këta kur po hinë mrena, po thojnë po hi për shkurt ma ndej po mesin. Fale, nashta as një javë jo. As një javë. Pak nashta isha hi në i dit edhe... Edhe isha të hi. 3 muaj shumë, s'ka shansë. Mos të ngusi shumë ka Big Brother, që tash është kua me një baljat piteje. Tash, ana shten dheja, shka na bërë nuk e di. Mo t'i s'kom kajt në emision, kështu që të këshyrem. Teftojmë gitën tonë të dashur, edhe po ja thojmë këngës. Tu po të bon. Lëshoja zanin, dejnë hava, mos ta din se jam të isa. Lëshoja zanin, për dashni, mos ta din se vuj për ty. Kalmati, zemrën tem kalma, me t'pa unë ty me tjetër kan. Kalmati, zemrën tem kalma, me mvra mazis ma pa. Kalmati, zemrën tem kalma, me t'pa unë ty me tjetër kan. Kalmati, zemrën tem kalma, me mvra mazis ma pa. Lëshoja zanin, dejnë hava, mos ta din se jam të i qa. Lëshoja zanin, për dashni, mos ta din se vuj për ty. Lëshoja zanin, dejnë hava, mos ta din se jam të i qa. Lëshoja zanin, për dashni, mos ta din se vuj për ty. Tu po të bon. O të kënovë zarma, o t'jallë. Faleminderit. Allah hile a vun kështu na herë. Për shembull tu t'ingu këngë me në njëri që vun I tepër. krejt menojnë po zvuj. Je shku dyqysh qatë i rangu si Dani, si qëta. Po baladat janë të mira, i ngujnë krejt. Po. Edhe i kam përsev baladat, po s'është se menojnë i kanë kur të kënoj. Okej, a kina i këngë nashta na herë që kur të kënajnë, të shkën dikosh të menë. A, lese pas ka se është ka me noe. Ja, qa se ranë jo. S'ka ka. Ma po të pas kja. Ani mirë ka puna. A menon që jena si popull që vujna bajagi shumë, se për shembull një këngë më lëshu diçka na me një herë në okputën kom të qysh. S'po di, ja bërë buhën kështë po vujmë se jem popull i hareshëm kështu. Te e vrejnë ma mirë, besoj që i vrejnë qëto. Po. Kështu që jena rahat, dhe më thonë, e pas këtë vish pjesë të aktrimit ato. Po, bre, ly balada që është me bo gjeste, po ja. Okej, me bo gjeste. Me bo gjeste, po ja. Qëfar raporti ki me prind? Po, jam shumë i lidh me ta, si krejt. Me ka një ma shumë i lidh? Se po, që për shambull? Me shambull? babin, nashta. Apo, djali i parë që një që është i lidh me Po, krejt babin? janë me mamin, po s'di janë ma shumë ka babi. Për një me a që të zanë ana jote kështu? Ja, se ka derë, se i ka dhe atë, që vlau është i lidhën me mamin ma shumë, më ndo këtë mu. Po? Kështu se e ka ata, ta është duhet më ndo ka pak. Aha, okej, do më thosë speleni babin me Po, hik. spelojnë vetë. Speleni vetë, okej. A ka nëjë këngë që të e preferon ana jote ose babit? Nej, se babi se ko ke ma i lidh me to. Mja kënu kështu na herë. Edhe pse këta babalarti ka ndasi me qiftelia, me sharkia. Po, jo, Ani ju dëqan. ngon balada, Edhe babi Edhe babi ngon balada.
Po, s'po di bërë nej kongë. Knajnë për shpio në më me thonë gjdo dit. Shumicën e kohës. Ushtraj, abadin, kom që të ndhom ushtraj, shpesh edhe i loqut, dyrë 1 ora për shemull natën. Po tash pa muzikë edhe si merë gjumi. Si jenë mësu me muzikë. Tash jenë mësu me të Po mirë. jenë mësu. Naj kusht tjetër këngëtar familjen e juja, veçte? Shumica kanë vesh, kështu kanë talent për muzikë, po migja jam ka knu, po të një pat lonë, u martu, po shumë ka pas talent edhe shumë kish mujt me arrit. Unë e di që e kini kongë të ndën, edhe nuk po du me të lanë me ecë, pa e një në atë kongë. Ato vujt, po, që e dite. Qaj është shumë e mirë, nëse, do me thonë i kam 2 kongë me cilat t'identifikoj. Po. Do me thonë, qajo që veçja nesëm edhe konga ju të vuj. Vuj, tekstin e ka bo Fadel Topolli, edhe Bini e ka punu. Kështu që peknoj edhe temen jo. Po normal, pa tjetër. Okej, falenderit. Falenderit ti. Tupo të bon. Ti po vun, her me mu, her me vete një ka lun, se di qysh po mu nani luj, ma si duhe me t'la nuk po muj, hala për t'i voj. Am ke pas dashni, am do sa unë ty, arren am ke ba, unë s'po muj pa ty, lo derdin këta sy, pa ty nuk muj e ma. Ti po vun, her me mu, her me vete një ka lun, se di qysh po mu nani luj, ma si duhe me t'la nuk po muj, hala për t'i voj. Tupo të bon. Falenderit. Kom i të rrishu plot po Vetëm të duke. vujt. Si e të vujt? Jo. Valla se dite që Garant Fadili kom të vujt kë ka shkruar. A menon që qështa kënga autorët jënë të vujt për vete, dy qështa ne shkrujnë që ato ja loj njëve. Po, nashta ka nej story që i lidh pak. Naja se luhatje. Po, ose janë se one, që këna i baladës s'kam lidhe me vujtje, po ju del mirë. Okej, super. Kryesorja me dal mirë. Kryesorja ka nga më kënë e mirë. Deshta me pyet edhe të puna e shoqënisë, për shembull se shoqënia veç mëse ditëshin që den me botin në sen mirë, ma ndej të mytin kështu, ata shtrojnë të zullumin e me thonë knëna. Sështë që së më thojnë, po me të kallëzu drejt shumicën e shoqënisë, se tash na kur shkojmë ndasëm edhe janë me zëre me kështu që i marrë abëdin që janë shok të mitë. Kështu se mënin ata dasma të kënu shpesh, edhe godës ju këm bo bajat, kështu se s'lypin. Po ka dhe se lypin, ata që s'ju bjen shumë e mgu, normal. Kështu kur të dahen prej femrave, atë thirin mju kënu? Kur dahen prej femrave, Shok. Edhe shoqet po të thirë? S'po di, ajo vjen i nati. Po, a? Garant më lëshojnë kështu më gojnë, a më thirë, ja. Po dhe qështë live është ndryshe, Po, pra qështin me kajt, kështu për një men. është pak i nati. E shoqet? Me thirë shokin edhe jem dahet dhe këna më pak zërë. Sa i mundit edhe me kajt, një të edhe. I vjen burnia për toke, që kajti. Kajnë pak më mshejla, për dhe në vetë. Qikat me cilat kongë vujnë kështu zakonisht që vrejnë që jënë të vujt? Po balada për secret. Shoqet e tua kështu që e kanë një ma favorite që e vrejnë të? Qëto zakonisht në TikTok që shkujnë viral, i kanë qëto i lypin. Mas e jena të TikTok-o, që tash për momentin është konga e Shaqir Servadiko të bo tepër shumë virale, sa që e pash me një asi kvote në Instagram, në TikTok, nuk e diti kongo e pash, sa të egzistojnë djemë si Shaqiri, ka me vazhdu me besu në dashurit vërtet. Kështu që... Pak ose, ves një shok i jemi është. A po? Po dha e dënë shumë. Po, valla. Bili për thëmë, fatlom e ka emrin, fatlom Servadiko. Po, ose e dënë shumë, kështu se bravo i koft. Po normal. Qështë të duhet. Do të me dash të bur. Bile e kina shty dërin që të vakt pa martu, bile kur martohem. Ja, duhet me dash normal. Po shkojmë kongën i lirë Shaqir, ta? Shaqir Servadikot. Shaqir Servadikot. Okej. Po dhe t'i lirë, shkojmë në një ma vonë. Shkojmë të li fare. Okej. Tupo të bon. I syte tunë tu i kujtue, unë i do qa syte mi, i kur vjen vera me verue,
E sytë tunë të I kujtue Unë I do qa sytë mi E kur vjen vera me verue S'pas ka në vladjet pa ty Tu po të bon. Ku. A mjafton çdo. A I kishe dediku kongë në herë falenderit Gitës për gjithë secilin moment që është në ajo, Faleminderit, për ndryshe të lumshin gishtat, të lum Lumshin dora. A I kishe dediku në herë kongë bashkëshortes? Po, Se për shembull që kjo është dedikim për bashkëshorten. po edhe unë I kisha dediku. Qysh I kishe lidh fjalët, a I kishe Po lënë ndoshta që ca tekste kompozitori. kisha shkruar vet. Aha, Se pse? dijet, ndoshta më vjen ashtu. E kishe bu një kongë vet? Po një kongë, po. Prindve, dedikim në herë? Për shembull të Prindve. shumica artistave dedikimet I kanë edhe Po. për prind. Deri tash jo, po edhe atyne. Se tash dedikoja gruse prindve jo s'ban. Nuk bajnë. A den linë kënd vlekt aty. Po, vallai, Kështu se- vjerra me nusa në luftë. S'ban me do. Cilët ja kishe bu ma përpara, nëse ish dosht me zgjedh një, a me bu dedikim grus, a me bu dedikim nonës? Kujna I kishe bu Jo dedikim? nonës. Ke përzigje shpejt. Valloj, s'mlas me menush ka me thonë masa Jo nej. nonës. Pse nonës për shembull? Tu pas rast, okay, edhe unë jam e lidh ekstrem shumë jam kohën me nonën tem, po diqysh na femrat kena shef edhe ka pak neve me na këshyra, ke po ka që kong zhirëzojna për kur e ballë. dë burri ma shumë Ka nonën e vet. kongë për krejt. Një nonës njëherë thoni gruja me gru një ma gjatë tani. A, I po. jeta gjatë. Na I kong për nonën për shembull që na shta edhe vet kur tek na ish e vrejnë vetën që prekesh pak ose na I sen. Po ka të mira, si tash për nonën normal që të prek. Sidomos tash fare dikush e ka, dikush se ka. Po nashta na që I kem gjallë edhe si dim hala vlerën shumë. Po kur sash ja din vlerën më shumë. Edhe unë ju kisha thonë një qaj keni rungë në ekë, qërë si sytë, se vjen një moment që veç nuk janë mo edhe ma ndej bjen pishman për gjithë të cilin moment që veç nuk e ke kalu me ta. Shumë e vërtet. Kështu që inshallah të jetojnë gjatë prind, inshallah ki afër vetë gjithmonë, të pas Faleminderit, parasysh që janë për kraja ma e madhe, besoj edhe për Shumë ty, e vërtet. sigur për gjithë të cilin fëmijë. Të kom lodh të qti me knu, Hiç. po nuk e kom qare pa e ngodhe një kongë për prind, çfarë do që qofta ajo? Okej. Tu po të bon. E për dhimbje në ma dë vogël Emrin ta kom thirë As njëherë nuk deshta Me thanë lam të mirë E non, oj, non Asanet kanë kalu I ti si mbylle syt për mu As kush në bot si ti zduhet I s'kan dje në zemra E me fjallës thuhet Tu po të bon. E, Mardial, sa më ty s'un ka prejk dikush me kongë. Kom pas artistat Kongë e e mirë. lloj-llojshëm edhe nuk jom ni çështo e sikletavt kur kanë kënu. Po tema na Efekte, a? Po. Efekti i zonit. Kongë e mirë. Shumë e mirë, kështu që shumë faleminderit për te Elone. Faleminderit për ftesën, për mundësinë e suksese me misionin. Shumë faleminderit për te, po unë vetë jam ka du me pyet edhe çka janë projektet e Elonit ose ka kena me po Elonin si vjet në përdarsma, ka ki mu kujnë ma shumë. A e ke zgjeruar horizontin, a i ka du me nejt veç në Deçan, Bej? Gjithë ka, Po. po normal në Kosovë, ka edhe në Macedoni kërkes, po në sezon pak ma problem, se rruga, po kem edhe në Macedoni, po kryesisht jem në Kosovë. Pej, Desan, Gjakov, Gjelan, Prishtin, Ferizaj, të Gitë, edhe Skenderaj. Faleminderit. Skëndraj nuk guxon me ardhit martona one. O kry. Pas ka më shku gatë. Jo, nësë besoj që qëjnë në qash gato, një 3-4 vjetë. Së më duhet më orë. Ta më në qëtër. Perfekt. Okej, kështu që pelojnë në qashtu. Qatë herë janë njësë martë në Skëndraja petë. Unë e di që e kini një adet ju, këngëtartë.
në fund darësme se këna një këngë patriotike edhe për mbyllni qashtu. Kështu që unë këta lypje dhona një këngë patriotike me na për mbyll emisionin. Edhe bashkë për Drenicë. Hajde, okej. Kështu që unë jam ka i përshëndes këta shikues të mi, kush dhe që është të na përcjell. Krejt shikus. Faleminderit shumë rreth për te edhe për ty në që kanë ndoku. E u pafshim për sërina. Kismet. Shihim kana gjesh temin. Kismet. Tupo të bon. E zakut ka moj cifteli, dersha herë të flas me ty. Du me fol se me knus muj, jo as gisht ato sun po I luj. Me knus muj me vajtu zdi, veç po I flas dy fjall me ty. Veç për ty Kosovë etnike, e për ty Drenic, oj Drenic Kreshnike. I djele hanë shëndritat dhe nën Kosovën ku kam le, ku e rita sfari shtatin, në këto troje derdha zakun, piva uj të kësaj toke bashk me lote, nanes loke. Nana loke mun përkuni, e mi kënojnja dy kongë zumi. Tupo të bon. Tupo të bon. Tupo të bon.